çdo fillim ka një fund, ashtu është edhe me karrierën e voleybollistit të shquar Tetovar dhe jo vetëm Abil Ajeti. Por kur një karrierë mbi 25 vjeçare arrin që prapa t'i vendos shumë tituj, shumë suksese, thjesht duke bërë vetëm një legjendë të gjallë, natyrisht edhe ai fundi është më i ëmbël. Abil, si janë emocionet në këto momente ku vërtet shkëputesh nga diçka që ka qenë pas familjes numër 1 në jetën tënde? Të numrojsh, shembull ne 25 janë shumë. Unë 25 vite karrierë, lodhje, sakrificë, të gjitha edhe më në fund erdhi fundi edhe kësaj. Emocionet janë, të tregoj drejt, ka 2 ditë nuk jam i lirë. Nuk e flet si duhet. Nuk kam fletë si duhet, kam pas emocione, dësha alat jes aktiv, alat luj, po obligimet familjare më puna nuk mua mundson më shumë. Abil, moshës nuk është se i ka rezistuar dikush, përjashtim nuk je edhe ti, por pavarësisht që ndarjet sjellin një ifti, por në anën tjetër kur shikosh mbrapa gjitha që ke bërë, duhet të jesh krenar ti sepse ne jemi me ty. Si, me fillu ta tregoj suksesin, i bie se lavdrohem shumë. Po kërkoni shikni se sa kanë keni sukses që mune. Ma shumë që am ndjek, nuk kam mund me shkëndrim të bëhem kampion. Nga ekip që kam qenë, ka fitu kupi, kupa. Kur shikon sa njerëz kanë ardhur për të përkrahur, vërtet të jepan ndjenjen e krenarisë pa hequr edhe emocion. Ajo ka diçka që se ka prit, se s'nuk e prit sa. Vim, që mu misafir nga Kosova, misafir për këtojt, shok, familjar. E kam edhe tifozin ma plak, andin, gjili çdo loj, gjin të mësofe, andin për ndisho gjalli bakanakit, e kam edhe gjallin këtu, inshallah në tarmen edhe këto e vazhdoj. Kishe emocion natyrisht momentin kur duhet t'i thuash atë goditjen e fundit? Ai gjalli me dresin e verë, besimi, ma bani kurtish, mos qanë. Edhe tash emocionet e bëjnë veta, kishte momente edhe mu qante, po mrinte në besimi, se pastaj e dish. Të ka gjimë në karriera? Si. Jo veç besimi, Birini, Mensuri, atje i kam shokët, Plumi, Iliri, atje e dhështë edhe idoli i Marmir Ferrati, cilën ku kam nis hapat e para, e kom pa si i do. Gjithmonë kemi qenë bashkë, 25 vite kemi qenë bashkë. Po dhe vazhdojmë edhe në tarmen kemi bashkë. Seksioni i madh është edhe suksesi imi që mu kur vinë njerëz me vlerë nga Kosova. Kjo ishte edhe kretari komunës dhe i Bilal Kasami, erë më nderoj. Kjo dhe mu me ma shumë vullnet. Po momenti veçantë për ty dhe për gjithë në tjerët ishtë momenti kur duhesh të bësh praktikisht fotografinë e fundit me familjen si voleybollist aktiv. Familjen e kom marrë në qafë ata. E para, gjëja, duhet një përgatitin dresat, patikat, gjalli, pastaj këti ka fillu të me volejbol, ka fillu dhe mimeve dhe qerapat e servitjeve. E përshëndes edhe bashkotën time Semën, në cilat gjithmonë ka nejtë afar. Edhe pse mnuti ta lo para 2 vjetë, jo i të se edhe 2 vjetë nuet, po edhe ato janë gjuhë se sot unë i dhe s'fund karrierës. Janë 2 momente që më bëjnë përshqipje tash. Një the që Agoni ti merr çorapat dhe kjo është një sinjal se duhet ta lësh sepse i merr Agoni, dhe dyta the që i kam burç familjes, po në një farë mënyre voleybolli po vetë që të dha shumë krenari, voleybolli edhe të ndërtoj familjen sepse jemi një çift ndërtërave, burrë grua, ish voleybollist faktikisht. Po, ish voleybollist, një kësi që kemi edhe shkollën e voleybollit, ne, ju atje jemi 2 bashkë nga. Zihemi dhe njerë. Me kolegen aty? Me kolegen, atje kemi me kolegë, po. Nuk është vetëm të mori kohë voleybolli, por edhe të ndërtove familje. Po, jam të për i lumëtu që kam krasë sëmran. Mëri gjithmonë basë, të e kom nisë, edhe ajo bashkarisht në mund ka tjenë se më 22 vetë basë. Edhe ajo ka gjutë kur e kam la. Me mision bashkë në Semrën që të më sodo mirë. do bëhet, Do bëhet, edhe atë të rëntoj se shumë shpet. Aton, të të falenderojmë edhe ti, se gjithmonë, kur kom pas diçka, për ta bëllë, kom shkrujt, e ke do minjarë, ke nejtë në ke përkra,
Faleminderit shumë. Unë do të të falenderoj ty për gjithë emocionet që na ke dhënë. Faleminderit.